organeve ose të themi kësaj pjesës shumë patetike të qeverisë, ai ka qenë jashtëzakonisht i ftohtë dhe në disa momente ka adresuar probleme jashtëzakonisht interesante për vendin tonë. Por ka ardhur momenti dhe këtë dua ta ndaj me ju. Jo vetëm media duhet të emancipohet për të kuptuar gjuhën e Europës për integrimin, por me sa shikoj, politikanët tanë duhen emancipuar që të kuptojnë politikën dhe komunikimin e Europës për të ardhmen. Jemi larg? Shumë larg. Më vjen keq ta them jemi shumë larg. E para, shikoj edhe me kolegët tanë që nuk njohin akoma strukturat e Bashkimit Evropian. Nuk din çfarë është komisioni, nuk din çfarë është këshilli, nuk din agjencitë dhe i japin të drejtë vetes për të bërë analiza të thella për këtë. Ndërkohë që shikoj edhe ke partitë politike, mos të them legjislatura e fundit që është nga legjislaturat më të turshme të mbas viteve 90, më fal që përdora këtë fjalë, por kjo është gjendja. Prandaj po them që zoti Berisha mund të kursehet e para për veten e tij, sepse ju e dini ai është personazh historik për mua më i njohur mbas viteve 90. Askush nuk e ka lënë zotin Berisha për njohjen edhe mitin që është krijuar për të. Por me çfarë shikoj në 2 vitet e fundit, ai vetë në mënyrë të pandërgjeshme po e çmonton këtë mit, domethënë, dhe ka mundësi në fund të pjesës së tij politike, kam frikë që ai nuk do mbahet mend për asgjë. E qartë. Andoni, ti e njeh shumë mirë në detaj politikën në Ballkan. Dua të bëj një krahasim. Në një nga këto vendet e Ballkanit që po kalojnë një periudhë të vështirë politike, përdoret gjithmonë një shtet fqinj, një konflikt i vjetër për të sfumuar situatën e brendshme. Apo kopiohet strategjia e tij, se unë besoj që ti e kupton se ku po ecoj ujin, për të stisur situatat paqëna dhe në vëmendjen e opinionit publik, simpatizantëve, mbështetësve për dhe strukturave të saj, të humb pak situata e brendshme, konflikti i brendshëm, lufta deri me 23 maj e para, dhe dyta, rezumeja e protestave të fundit. Qartë. Pyetja juaj është e komplikuar. Në fakt, përfshin, t'ju them diçka, përfshin edhe vende të tjera përveç asaj që ju thonë me të drejtë. Bra një krahasim me që është rasti gjallë që shpeshherë e artikulon në media. Patjetër, nuk është vetëm Serbia, ma besoni këtë. Nuk është as Kosova që gjithmonë më shumë po merr antropologjinë politike shqiptare, por është edhe Malizi. Malizi, keni parasysh, është vendi në avangard tashmë, ka mbyllur 12 kapituj dhe ka të ngjarë që në fund të këtij viti ata të mbyllin shumicën e kapitujve. Domethënë, po flitet për 10 kapituj që të mbyllin në blok dhe kuptohet shkojnë në 22 kapituj. Ata nuk e kanë pjesën e fundit detyruese që ka për shembull Serbia ndaj Kosovës në kapitullin 35. Por duke ardhur në pjesën e asaj që përdoret për politikën e brendshme, për të sfumuar e para integritetin e personazheve dhe forcave politike dhe mbi gjitha mbijetesën e tyre, duket që është fenomen ballkanik. Është fenomen ballkanik që me çfarë shikoj vjen nga humbja e sensit demokratik të ndryshimit. Përveç Greqisë që kuptohet, edhe Greqia ka pas një rrugë shumë të sfilitse mbas luftës së dytë botërore, vendet e tjera kanë qenë në kampin e lindjes. Dhe pa çka të themi atyre oscilacioneve, ish Jugosllavia ka pas oscilacione të jashtëzakonshme, sepse që në 48-ën kanë bërë përplasje me kampin socialist dhe pastaj bën një rrugë shumë të veçantë, por gjithsesi prap kishin një këmbë nga socializmi. Ndërkohë që në kohët tona, zoti Vučić jo vetëm i ka sfumuar institucionet, jo vetëm ka filluar të mësoj të gjithë autokratët ballkanik se si të veprojnë, po ta keni parasysh, dhe zoti Rama, dhe zoti Kurti, jo në doza autokracie siç e ka zoti Vučić, po ta ndiqni me kujdes, ata kanë
një taktik të përbashkët për ta lodhur opozitën, për ta shkatruar opozitën. Dhe kjo është sfida më e madhe sot, që demokracia në Ballkan nuk e njeh kundërshtaren. Demokracia në Ballkan kundërshtarin, kundërshtarin e quan armik, ose rivalin politik e quan armik, dhe ndaj këtij armiku derdhet bateria e të sharave, ofendimeve, e propagandës tashi që bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale dhe të tjera. Dhe sa po kushton kjo? Serbisë po i kushton integrimin evropian. Nëse keni marrë vesh disa javë më përpara, i kanë kufizuar një pjesë të madhe të fondeve. Edhe Serbisë i duhen shumë fonde sepse dhe ata tashmë një pjesë të buxhetit tyre kanë kanalizuar shumë për, megjithëse nuk janë pjesë e NATO-s, për forcimin ushtarak. Sepse ju e dini ata po mbajnë tash një, të themi, kanë filluar të ngrenë një parabol sikur neve Kroacia dhe Kosova jemi gati drejt sulmit ndaj Serbisë, që në mendimin tim është pak e rëndë sepse kjo tregon në të ardhmen që Serbia nuk do e mbulojë atë ose nuk do e fshejë më atë rolin agresor që ka, qoftë ndaj Kosovës, por mos u çuditni që të provokojë edhe Kroacinë, kurse Bosnjën unë jam i sigurt që do e provokoj patjetër. Një ose tjerë. Dhe vim pastaj në realitetin tonë. Realiteti jonë është që po ta shikoni me kujdes, majoranca jonë pothuajse ka sfumuar fare opozitën. Dhe ka sfumuar në një